Shiroka po shndrohet çdo ditë dhe më shumë në një destinacion që ofron gjithçka për një verë të paharrueshme. Vizitorët vlerësojnë bukurinë e liçenit të Shkodrës, qetësinë, mikpritjen dhe gastronominë, ndërsa sportet ujore po e bëjnë eksperiencën dhe më të veçantë për të gjithë ata që zgjedhin të eksplorojnë liçenin në një mënyrë ndryshe. Hi, I'm Maxim. I'm from Belgium and I'm staying 19 days in. Përshëndetje, unë jam Maxim. Vi nga Belgjika dhe do të qëndroj 19 ditë në Shqipëri. Dje shkuam për të notuar. Liçeni është vërtet shumë i bukur. Uji është i ngrohtë, nuk ka shumë njerëz dhe atmosfera është shumë e këndshme. Sot do të bëjmë lundrim me dëras drejt Urës pranë Kalas. Besoj se do të jetë një eksperiencë shumë argëtuese. I'm from England. Jam nga Anglia, erdha sepse është një vend kaq i bukur. Ndoshta është vendi më i bukur që kam vizituar ndonjëherë, ndaj ndihem me shumë fat që jam këtu. Mendoj se është mahnitës dhe të gjithë njerëzit që kemi takuar kanë qenë shumë miqësor. Është një përvojë mrekullueshme. Sigurisht që do ta rekomandoj. Mamaja ime dëshiron të shoh disa fotografi sepse edhe ajo ka shumë dëshirë të vi këtu. Yes, it's lovely. Yeah, the weather's Po, është fantastike. Moti është shumë i nxehtë, njerëzit janë të qetë, të sjellshëm, ndërsa ushqimi është i shkëlqyer. Sapo kemi nisur udhëtimin tonë dhe do të vazhdojmë ta eksplorojmë të gjithë zonën. Deri më tani gjithçka ka qenë jashtëzakonshme. Yeah. I think some of my friends would like to come, so I definitely encourage them. Buz liçenit dhe në hijen e malit të Taraboshit, Shiroka 6 kilometër larg Shkodrës, është një prej pasurive natyrore të kryeqendrës së Veriut. Vizitorët mund të zgjedhin ta bëjnë me biçikletë udhëtimin nga qyteti drejt fshatit të peshkatarëve.